Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën nga emrat e Allahu Gjelleshanuhu është edhe El Halim i buti. Vëllezër të dashur, Allahu Gjelleshanuhu në një ajet kuranor në drejtohet dhe në thot kështu: Walillahi l-esma'ul husna. Allahu i ka, posedon emrat e tij të bukur. Fad'uhu biha. Andaj ju luteni Allahun me këto emra. Pra Allahu ka emrat e tij të bukur dhe Allahu i lartësuar kërkon nga ne që lutjet tona që drejtojmë Allahut të lartësuar me emrat e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na thot kështu: Inna lillahi 99 isman. Allahu ka 99 emra. Pra Allahu thot, unë kam emrat e mi të bukur që e kam emruar me to veten time, ndërsa Muhamedi e sqaron se emrat e Allahut të lartësuar që kanë 99 emra. Mi'ata illa wahida, men ahsaha dakhala al-janna. Ai i cili i mëson këto emra, ai i cili kupton këto emra, ai i cili punon në bazë të këtyre emrave, thot pejgamberi alayhis salam, do t'jetë nga banorët e xhennetit. Atëherë, një nga këto emra të bukur të Allahut të lartësuar, që përmenden në Kur'anin famëlart 11 herë, është edhe emri i Allahut të lartësuar El Halim, pra i buti. Edhe emri Allahut të lartësuar El Halim, pra duruesi, durimtari i buti. Ky emër thamë përmendet në Kur'an 11 herë, ndërsa dëshmi se Allahu e ka emëruar veten e tij edhe me emrin El Halim, kemi edhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një nga këto 11 ajete që përmendet emri i Allahut të lartësuar El Halim, është edhe ky ajet. Thot Allah në Kur'an: Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dinja se Allahu di gjithçka për ju, bile edhe atë që e keni në mendjen tuaj. Dijeni se Allahu di gjithçka, madje edhe atë që ju e keni në mendjet tuaja. Fahdharu, kështu që keni droje Allahun. Bëni kujdes sa i përket çështjes së Allahut. Merreni çështjen e tij me seriozitet. Merreni me qëndrueshmëri. Merreni atë me zbatim të mësimeve të tij, se pra ai është i gjithdijshmi.
Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Mirë po, dijeni se Allahu është edhe gafur. Çfarë është gafur? Falës i madh, halim, i butë dhe tepër durimtar. Pra Allahu, shif çfarë mesi nafton. Nafton në kujdes, se di gjithë shka, mirë po nga ana tjetër, kjo është mesataria Allahu të lartësuar, nga ana tjetër, na fal shumë, është i butë dhe durimtar me gabimet tona. Ky pra është Allahu i lartësuar. Në një vend tjetër, nga këto 11 vende, ku e përmend Allahu si emër të tij El Halim, është edhe ajeti kuranor ku Allahu xhalleshanu thot: Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, nga njëherë të flasësh mirë, që nënkupton të përkujtosh Allahun, të mësosh të tjerët, të orientosh të tjerët, të rregullosh raportet e të tjerëve me fjalë të mira, pra të flasish mirë, dhe ti falish njerëzit kur ata gabojnë ndaj teje, khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Që kjo, pra fjala e mirë dhe falja e njerëzve kur ata gabojnë ndaj teje, është më e mirë se dhënja sadaka e pastaj ta përmendish dhënjen e saj. Ke dhënë edhe që fillosh, kom dhënë këtu, kom dhënë kështu, kom bo kështu me sadaka e kështu me radhë. Atëherë nëse e ke njët kështu, ma mirë lene thue një fjalë të mirë ma hajrli të Allahu, se sa t'japish sadaka dhe pastaj ta përmendish dhënjen e saj. Që dhe të Zoti? Wallahu ganiyun halim. Shifni prap halim. Tham, ky emër i Allahut përmendet 11 herë, dy nga këto 11 ajete ne veç i lexuam bashkë me ju. Pra wallahu ganiy, Allahu është i pasur, i panevojshëm për adhurimin tuaj, i panevojshëm për namazin tuaj, i panevojshëm për pasurin tuaj. Ti kur e pasurin, Allahu s'ka nevojë bre. Si është e ke dhënë për vete, e ke investu për vete. Një si e ke investu, ke blej një vetur, e ke investu për vete, edhe sadakan e ke investu për vete. E ke të Allahu, po shumë ma shumë çpërblier se sa investimet për ty të kënaqësive të kësaj bote. Amën ajo, thot Allahu, është investim për ty, sa Allahu s'ka nevojë të gani. E çash është edhe halim, pra i but, i durueshëm ndaj gabimeve tuaja. Shifë edhe këtu edhe një herë sjaron Allahu xhalleshanuhu atë mesatarin, mes nxitjes dhe thirrjes për kujdes, mirë po, jo edhe të mërzitet ai që ka gabuar, thjesht një thirrje për reflektim në pendim. Ndërsa ky emër, tham, përveç që përmendet 11 herë në Kur'anin famëlart, ky emër i të madhit Allah përmendet, tham, edhe në sunnetin e pejgamberit alayhi salam. Çfarë thot pejgamberi alayhi salam? En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb, kur kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndonjë vështirësi, kishte ndonjë hall, kishte ndonjë ngatërres, kishte ndonjë problem, ai e thoshte këtë lutje. Cila ishte ajo? La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. Shifni, e ka lut, e ka thirr me emrin El Halim, që e mësojmë ne sot bashkë me ju që e trajtojmë. Pra i but,
durimtar ndaj gabimeve tona. Pra, nuk ka Zot tjetër të adhuruar përveç Allahut, vërtet Allahu është i lartësuar, i but dhe durimtar ndaj gabimeve. La ilaha illa Allahu Rabbul Arshil Azim. Nuk ka Zot tjetër të adhuruar përveç Allahut, Zot i fronit të madh të Tij. La ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wal Ard. Nuk ka Zot tjetër të adhuruar përveç Zotit i cili ka krijuar tokën dhe qiellin dhe çka ka në to. Wa Rabbul Arshil Kerim, edhe Zot i fronit të Tij të nderuar. Pra, fjalën e kemi që ky emër i Allahut të lartësuar, El Halim, ta fusim në kokat tona, në zemrat tona, ta kuptojmë domethënien e Tij, edhe të punojmë në bazë të Tij në jetën tonë të përditshme. Atëherë, çfarë kuptimi ka ky emër i Allahut të lartësuar? Kuptimi i këtij emri në terminologjinë islame, kur përmendet ky emër i të lumit Allah në Kur'an dhe në sunnetin e Tij, e ka këtë kuptim. El Halim, i but, është Allahu Gjelleshanuhu, i cili nuk nxiton këtë kuptim. Ta mësojmë ç'është është El Halim. Kur dhe lexojmë Kur'an, kur dhe ngjojmë, kur dhe lexojmë ndovaja Halim. Halim, ta di më çfarë themi. Halim, kuptimi qenë ka se ai Allahu nuk nxiton, Gjelleshanuhu, nuk nxiton t'i ndëshkoj robrit e Tij për veprat e Tija. Për veprat e tyre. Pra nëse ne bëjmë vepra gabim, Allahu me këtë emër që e ka, me këtë premtim që na ka dhënë, ai nuk nxiton që t'na ndëshkoj. Por Allahu u shtyn njerëzve afatin, u shtyn dënimin që ata të kthehen te Allahu. Pra, falje, kuptimi që nga falje e vërtet me butësi, edhe pse ka fuqi të ndëshkoj. Ai sheh robrit e Tij duke mohuar Allahun, nga ata duke kundërshtuar Allahun, po megjithatë ai çfarë është i but, ju jep afat, shikon, shtyn ndëshkimin. Pra i shef që robrit e Tij me mirësitë e Allahut janë ata që kundërshtojnë, që nuk falenderojnë, që mohojnë madje vetë Allahun dhe folin, flasin kundër Allahut, po sepse Allahu është El Halim, i but, durimtar ndaj ligësive të robërve të Tij, ai për arsye të kësaj cilësie u shtyn, u fal, domethënë dënimin e tyre. Me të vetmi qëllim që ata të kthehen te Allahu. Pra Allahu nuk nxiton në dënim. Ai fal shumë. Kjo pra është domethënia e emrit të Allahut Gjelleshanuhu El Halim. I but, durues i shumt, falës i madh, trajtim i robërve të Tij me butësi, edhe atëherë kur ata janë mohues, madje kundërshtar edhe të vetë Allahut. Pra, ky është Allahu Gjelleshanuhu. Ky është Allahu i lartësuar. Besimi në këtë emër të Allahut të lartësuar na sjell neve shumë dobi. Len në emocionet tona, len në tururin ton, madje len në veprat tona shumë gjurmë. Pra nga jo që mësuam nëse El Halim është emër e Allahut të lartësuar, mësuam ajete që flasin për të, hadith, madje kuptimin çfarë përfitojmë ne nga kjo dije që e trajtojmë sot.
Çfarë lën gjurmë kjo dije që ne morëm sot, që shumica e kanë ditur që Allah është i butë, durimtar, durues i madh, falës, shtyjes i dënimit, pse ai është i butë, është i dhëmshëm ndaj neve. Mirë po, çfarë lën gjurmë në trupin tonë, në dijen tonë, në shpirtin tonë, në punët tona? Si gjurmë të parë që do ta kishim veçuar e që e lën besimin në emrin e Allahut të lartësuar El Halim, i butë, durues, i madh ndaj gabimeve të njerëzve, është edhe ajo se ky emër, përveç që është emër i Allahut të lartësuar, është edhe cilësi nga cilësitë e Allahut Gjelleshanuhu. Pra, kjo është edhe se Allahu jo vetëm që e ka emëru veten e tij me El Halim, po ai e ka edhe cilësinë e hulmit, cilësinë e të qenurit i butë, durues i madh ndaj gabimeve të besimtarëve. Pra, këtë ne e përfitojmë nga kjo dije. Edhe prit tash, kur do të dalim dhe do të gabojmë, do të na shkojë mendja se elhamdulillah, edhe pse e meritova dënimin, Allahu është i butë, është i durueshëm ndaj ligësive të mia. Mirë po, me të ndalë policia që atje pa lidh t'i merë 60 franga, edhe çka thue, ka s'kish fajbe, unë i kisha fajt se pa lidh isha. Allahut, çfarë duhet t'i themi? Faje kemi një qamet, ama, a shini çfarë ndjenje të mirë kemi për Allahun kur e dim këtë cilësi që tash? O Zot, po ti ke të drejtë të më dënosh, o i madhi Allah. Po ti e ke cilësu veten tënde El Halim, i butë durueshëm ndaj ligësive, ndaj pislëqeve, ndaj gabimeve të mia, i lartësuar jeti, o Allah. Pra, a e shihni se sa fiton shpirti, sa fitojmë ne kur e dim këtë emër dhe këtë cilësi të Allahut të lartësuar. Pra, e shihni se si lën gjurmë në shpirtin ton dija e emrit të Allahut El Halim. Si gjurmë të dytë që mundemi ta veçojmë, që e lën ky emër, dija, kuptimi, praktikimi i këtij emri në jetën tonë praktike, është edhe çështja e lutjes së Allahut me këtë emër. Pra, ta mësojmë sot inshallah. E ftoj edhe veten time, se ne bashkë jemi, njëjtë, kush më shumë, kush më pak që ti jemi. E ftoj edhe veten time edhe juve të dalim që këtu dhe ta kemi mësuar këtë mësim. Ta lusim Allahun me këtë emër. Kur e shef se gabove, e shef se bëne një ligësi, çfarë? Atëherë thuj Allahut, o i butë, më falë. Ja Halim. Nëse mbani mend, edhe Halim edhe shqip, o i butë, i dhëmshëm, durues ndaj pislëqeve të mia. Më falë. Falem bese gabova, e ne pse ke të drejtë të më dënosh me drejtësinë tënde. Po ti e ke emërue veten tënde me El Halim, i butë, durues ndaj pislëqeve mia, e bëra o Zot, më falë mua. Pra, a i shifni se sa ëmbël është për shpirtin, për mendjen, sa bukur është për pendimin. Se kur di drejtohesh Allahut, o Halim, o i but, o i urt, o ti që duron dhe gabimeve mia, çfarë? Më falë. Më mbulo, lutni Allahun, më mbulo. Më pa e ti o Zot se ti je gjithë shikues, po më bën të më shofin edhe qerët me këto pislëqe se do mbarohem, su një shof mrapa nesër në ftyrë dhe në sija të njerëz. Mbulo mi pislëqet e mia. Unë s'do që ti bëj për i bëna,
ti falem e tjerët mbulom që mos më shohin dhe më ruaj mua që mos të bëj përsëri gabime të tilla. Pra e shihni sa bukur, sa ëmbël e kemi këtë mirësi të Allahut që ta lusim me 99 emra Allahun e lartësuar. Pra, ta fusim që sot në praktikën jetës tonë, në lutjet tona, që sot mësohu dhe lutë Allahun o Halim, o i but, i dhemshëm durues ndaj gabimeve mia. Falem, mbulom, edhe ruam mos bie prap në to. Si dobi të tretë, vëllezër të dashur, që do ta kishim veçuar, do me thonë, si gjurmë në veten tonë, nga ky emër i Allahut xhaleshanu është edhe ajo se butësia e Allahut të lartësuar ndaj robërve të tij me mos nxitim në ndëshkim. E nëse analizojmë pak më thellë, pak bashk, analizojmë dërgjeshme edhe pak kuptimin e emrin e Allahut të lartësuar, vërtet është diçka madhështore. Kujtoni për sosmërinë, plotësimin e butësisë së Allahut të lartësuar. Ne kemi fëmijët tonë, ne kemi prindrit tonë, ne jemi durimtar ndaj gabimeve të tyre, ama shpesh edhe nuk jemi, ndoshta për të mirën e tyre, po qëllimi është nuk jemi. A paramendo sa i but i durueshëm është Allahu me ne. Juftoj veten time dhe juve shash ta analizojmë për në mëngjes, jemi zgjuar, jo më shumë, veç me gjuhën tonë sa gabime kemi bërë. Çka o dash deri shash? Ai neve na ka fal, ai na ka duruar dhe vazhdon të na duroj. Ky është Allahu i lartësuar. Ai ka butësinë e përsosur. Butësia e tij përfshin jo veç njerëzit, po qiellin, tokën dhe gjithçka ka në to. Butësia e tij, subhanallah, madje përfshin edhe jo besimtarët, bre. Edhe ata që si besojnë hiç Allahut, ai prapë është i butë ndaj tyre. La ilaha illallah. Të tjerë e shajnë Allahun, ditë e natë punojnë kundër Allahut, në televizor, në media, në libra, ai prapë është i butë me ato vuat hanë për një familje, shëndet, krejt. La ilaha illallah. Pra, au thellut pak ma te për ta shohim butësin e Allahut të lartësuar. Ai ju jep afat plot, nuk i ndëshkon, përkundrazi i falën edhe i duron, i pret që të pendohen duke ju dhënë madje në vazhdimsi mirësi. Ai madje, edhe pse kam bërë kaq shumë pislëqe, nëse pendohen thot u kri do t'i fali. Allahu akbar. Ky është Allahu, ky është butësia e tij. Jo vetëm që do t'i fali, vetëm ti pendohu, krejt gabime që i ke bërë ti konverton madje në të mira. Ky është Allahu. Kjo është butësia e Allahut të lartësuar. Allahu thot në Kur'an: "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu." Sigur Allahu t'i kishte dënuar me drejtsinë e tyre të gjithë njerëzit për çdo gabim të tyre. Ma taraka ala dhahriha min dabba. Nuk do të kishte ngelur e gjallë as një gjallëz mbi faqe të tokës, jo për duke ju bërë zullum, po nga drejtësia e Allahut të lartësuar. Si dobi të katërt, të cilën e përfitojmë nga ky emër i Allahut të lartësuar, është edhe ajo se butësia e Allahut xhaleshanuhu është aq madhështore sa që përfshin çdo gjallës,
përfshin çdo krijesë e cila ekziston në tokë edhe në qiell. Përndryshe, thamë nëse nuk është butësia e Allahut, jo vetëm për njerëzit, jo vetëm për kafshët, po për gjithë shka që është në tokë edhe në qiell, madje jo vetëm që nuk do të ekzistonte njeri i gjallë apo gjallës mbi faqe të tokës, po paramendoni as qiejt, as toka dhe as gjë nuk do të ekzistonte. Nëse Allahu nuk ishte i butë e i durueshëm, nëse nuk e kishte emër të tij dhe cilësi të tij, El Halim, butësin, durimin ndaj gabimeve tona. Thot pejgamberi alayhis salam: "Laysa ahadun aw laysa shay'un asbara ala adha sami'ahu min Allah." Nuk ka më durimtar, nuk ka më i butë, më shumëti që ban, më shumëti që e shtyn, se sa Allahu i lartësuar. Innehum la yad'una lahu walada, ata besojnë se Allahu ka fëmijë, wa innehu la yu'afihim wa yarzuquhum, ndërsa Allahu jep shëndet edhe risk. Pra, kjo është gjurmë në tokë dhe qiell nga ky emër dhe cilësi e Allahut të lartësuar. Si dobi të pestë kemi edhe atë se lejohet me butësi të cilësohet edhe robi i Allahut. Të me thonë, mund të themi filani është i butë, filani është i durueshëm ndaj gabimeve që të tjerët ja bëjnë atij. Dhe kjo është madje një cilësi e kërkuar, e shpërblyer shumë nga Allahu nëse një musliman e ka pjesë të karakterit të tij. Pejgamberi sa më thot kështu: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashjai Abdul Qais." I tha Ashj ibn Qaisit pejgamberi alayhi salam: "Innaka fike khaslatayn yuhibbuhum Allah." Shifni, ti tha ke dy cilësi që i do shumë Allahu. Shif, i do shumë, i shpërblen shumë. Çfarë? El Hilm. Çka që mësojmë në El Hilm? I but, i durueshëm ndaj gabimeve të tjerëve. Wal ana, edhe i ngadalshëm. Nuk merr qëndrime në ndikim të nervozizmit apo si reakcion, si reagim, por se është i ngadalshëm në marrjen e qëndrimeve. Mirë po, kur bashkohet në cilësi edhe krijuesi, edhe krijesa në cilësinë e njëjtë, sikur se është rasti jon El Halim, këtu ka një dallim të madh. Ajo është se cilësitë e Allahut që janë njëjtë edhe te krijesat, dallimi shumë i madh. Cilësitë e Allahut janë absolute, të pakufishme. Pra butësia e Allahut është e pakufishme, e njerëzve është e kufishme, është relative. Shikimi është edhe krijesë edhe krijuesi bashkë në këtë cilësi. Dëgjimi edhe krijuesi edhe krijesa e ka. Por krijuesi Allahu është absolut në cilësitë e tij, i pakufishëm. Allahu sheh gjithçka, ndërsa shikimi jon është i kufishëm. Allahu dëgjon gjithçka, ndërsa dëgjimi jon është i kufishëm. Lusë Allahun xhelle shanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët u ashton dijen, në veçanti dijen për emrat tua, jo Allah. Na bëj nga ata të cilët jetojnë në jetën e tyre nën kuptimin e emrave dhe cilësive tua, o Zot Jezus. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.